Aja vlen kjo sakrificë? Jo. Ja, nuk jam të një të mënyrë. Të shfrytëzoj. Ka shumë fluks Tirana në bërë? Shumë. Jashtë mose. Ka ndryshuar në më thonë jashtëzakonisht shumë. Qarë moshë ke nisur ti marrëdhënie me klientin? Që në moshën 14 vjeçare. Je shefa që ti i vlerëson të më. Ka. Ka ndonjë nivelit Michelin star? Se nuk e kemi atë certifikim në Shqipëri. Jo. Nuk e Jo, kemi, do ta marrëm një paret. Çfarë është Nardeni? Nuk e je? Arri një produkt final që të vlerësohemi nga Michelini. Ta marrim një Michelin. Kemi patur gjithmonë në mendje. Të mbin gjithë njerëzit për kafe tash. Po shumë mirë. Me që të kanë hequr tenda tash. Kanë qenë 2 pjatë. Edhe makaronat. Pastat ishin pasata, pa salcë, pa krip, pas që. Thash edhe kamariere që shiko që pasta kështu shumë. Thjesht më solli kriporën, tha ja po e ke. Më në fund na erdhi kushëriri këtu se ngeli, edhe madhe vetëm kushëri. Jo nuk vi këtë javë, do vi. Bëlqeja për në fund. Se më në fund unë se myll emisionin apo thuhet si kështu, si cikli 2025-s. Ja mirë. Aty jam dakord. Ore, se s'kam pyet, si kalove ti nga kafja te gatimi? Atëherë, gatimi ka qenë gjithmonë është vërtet kjo pjesa që ty fillon direkt emocionet. S'ka që janë emocionet bukura. Po, patjetër. Atë pas gatimit kam qenë gjithmonë i apasionuar, domethënë duke qenë që lindje e gjitha kur isha i vogël dhe isha vllai më i vogël. Në momentin e parë që ishin prindrit në punë kështu, detyrosha unë që të gatuaj edhe për vëllezërit, edhe aty më hyr goxha në qef. Po ç'a gatuar? Gjërat që ishin aty në shtëpi, patate skuqura, krumbiçe, këto gjërat, por që Pa të janë të gatuara vetë, ç'a gatimi, patate skuqura. Po vazhdon që me përgatitjen. Trana bëje? Ndonjëherë po. Mirë. Pra e shefi ka pas. Edhe ndonjë supë kështu, ditë e çuditshme po. Sa vjeç? Isha diku tek 10, 12. 10 vjeç ke bërë supë? Apo e meriton titullin shefti? Edhe pastaj kur punoja në sezon në një restorant, isha kamarier. Dhe gjithmonë kisha shumë dëshirë të futesha te kuzhina të shikoja çfarë bën, si funksionon. Edhe isha kurioztar për çdo gatim, çdo gjë që dilte, e pyesja edhe atë kuzhinierin. Po këtë Kur punoje në sezon, punoje si kamarier se ti ke qenë i apasionuar mas kafes në fillim. Unë ashtu të kam një orë. Gjithmonë si kamarier. Ashtu e kam nisur domethënë. Kisha shumë qef komunikimin me njerëzit. Kisha shumë qef pjesën e kafes. Edhe por gjithmonë dëshira më e madhe ishte Ka kuzhina. sjell edhe kafe me kërcim që as kush nuk e ka bërë. Pastaj kështu vazhdova ta provoj kuzhinën. Ndonjëherë në një moment fluksi, në një moment që kishte shumë njerëz në restorant, edhe djemtë e kuzhinës nuk e përballonin dot, futesha unë që i ndihmoja. Ishe si shpëtim kështu. Isha si shpëtim. Pas Si kujt ato nuk jam mori mendje. futbollistët të rezervë, kështu që vendosesh. Nga që më shikonin gjithmonë në sallë edhe nuk është se i kisha thënë ndonjëri që për shembull kam qef të kuzhinën. Edhe u habitën shumë në momentin që unë futesha edhe bëja ndonjë pjatë, ndonjë montim. Mi pëlqenin pjesa që për pjesën e shijeve, domethënë për që gjithmonë e godisja me kripën, me gjërat. E ke pasur donti.
ke qenë edhe i fiksuar me sa di unë me estetike, se kështu i ke Shumë, maratonismat e para, të dekorimi i pjatave. shumë. Isha shumë i fiksuar me detajet, sigur më të vogla, domethënë. Dekoret. Po kur e more vendimin që të kaloj nga kafja te gatimi? Me të thënë drejtën, ka qenë diku para pandemisë, mos gaboj, që e kisha vendosur që doja ta bëja kuzhinën, doja të ecja përpara më shumë. Edhe doja t'i futesha ëndrave të mia që e kisha lënë pas. Dhe thash pse mos ta bëj shkollën e kuzhinës. Aty e mora vendimin, ka qenë diku nga viti 2019, mos gaboj. Dhe që në momentin e parë që u fut aty në shkollë, domethënë çdo gjë ishte perfekte për mua. Isha shumë i dhënë pas shkollës. Dhe aty u dallova nga pjesa tjetër e klasës. Dhe mora shumë me qef. Maj mend që ti ke pasur si biznes edhe kafeteri, edhe mas kafes ke qenë i apasionuar. Pse u shkpute nga kafe? Të tërhiqte më shumë. Më ka tërhequr gjithmonë më shumë kuzhina. Nuk u plotsove aty. Pavarësisht se të kafet je më i miri që kam provuar. Absolut. Nuk e kam për qefin këtë për qef. Jo, s'po ta bëj qefin, por në Shqipëri, çfarë kam provuar unë, je më i mirë. Shumë faleminderit. Jo, po kam qenë gjithmonë më i apasionuar pas kuzhinës. Dhe kam dashur gjithmonë që të eci me kuzhinën. Doja që gjithë të shikonin, të provonin pjatat e mia, i det, çfarë kisha. Shihen çfarë unë mund t'i jap një pjatë, domethënë. Nga i ke marrë ti eksperiencat? Deri në fillim, ku fillove t'i futesh gatimit. Nga i ke marrë eksperiencat në gatim? Një pjesë të madhe, domethënë, ka qenë gjithmonë prova në shtëpi. Dhe pastaj duke parë në vende të ndryshme, në restorante që kam punuar, apo nga shefa që i kam pasur gjithmonë idhuj. I ke pasur këtu në Shqipëri, apo që i ke ndjekur në për Dhe këtu në Shqipëri edhe në rrjetet sociale. Kam punuar me ato, edhe pastaj gjithkohës duke provuar, në fund fare, se më ta thonë ty, e tregon çfarë ti je, çfarë ti domethënë do t'japësh për tjerët. E vure në jetë gjithë ato projekte që kishe, sepse Meti ka një restorant shumë të lezetshëm. Është një ambient shumë i këndshëm, shumë i ngrohtë, edhe quhet Arra. Po dua të ndalem dhe këtu, pse pikërisht Arra? Arra, atëherë, para se të vendosin me emrin, donim të gjenim një emër shqip, të shkurtër, të qartë, dhe që të ngeli në mendje. Në momentin e parë që thua Arra, domethënë është diçka që ti nuk e harron. Edhe nuk donim të vendosin lloj emrash të komplikuara, të gjatë, emra të huaj apo ku dëgjon. Donim ngelim të ajo shqip. Ka qenë një vendim shumë i vështirë. Disa ishin okay, disa jo, por që me votë u vendos. Fitoj. Ndonjë personifikim tjetër, apo thjesht kjo shkurtësia e emrit dhe që të kujtohet lehtësisht? Ka pas ndonjë? Për mua ka pasur diçka, me të drejtën, domethënë kur isha i vogël, te shtëpia gjyshëve të mi,
kishim disa pemarash atje dhe Ti rrje gjithkohë sa ti në pemë. Një pjesë të madhe po, në fakt, nga që isha edhe më i vogël dhe hypja shumë kollaj për t'i kapur. Por që ka qenë diçka që mua më ka pas ngelur shumë në mendje, domethënë për shijen e mirë, çdo gjë që kishte. Ke pasur kujtime dhe nostalgji për atë. Shumë. Edhe në momentin e parë që e dëgjova ara, thash, është kjo dhe nuk ka tjetër. Ky do jetë emri. Më erdhën direkt kujtimet pas. Shumë gjë e bukur kur lidhet me emocion, sidomos. Është edhe emër i këndshëm në fakt. Çfarë është gatimi për ty? Oh. Atëherë, gatimi për mua, siç e thash edhe më përpara, është diçka që unë shprehem shumë kollaj. Edhe tregoj ndjenjat, emocionet e mia. Tregoj gjërat që unë dua të arrij, gjërat e bukura, domethënë. Dua të jap dhe njerëzve shijen time, domethënë dua i jap shijen e vërtetë të diçkaje. Do të nxjerrësh maksimumin nga një shije ç'a mund të arrihet. A ka limite gatimi për ty? Domethënë je nga ato shefat që shiko duhet shkoni fiks me këto receta, mos dilni nga... Jo. Gjithmonë ndryshojnë recetat. Siç e bën njëri nuk e bën tjetri. Mund të jetë e njëjta gjë, por ama gjithmonë ndryshojnë. Disa përbërës, disa gjëra. Nga që the edhe unë shpreh emocionet, domethënë mund të fusësh edhe gjëra aty që ndoshta për tjerat thotë që jo, ky ingredient nuk shkon me këtë. Jo, nuk është e vërtetë. Gjithmonë duhet të eksperimentosh, domethënë janë disa përbërës që nuk të shkon mendja kurrë, por që shkojnë me njëra tjetër. Cili është eksperimenti që ke bërë ndonjë më specifik që mund ta tregosh? Janë shumë. Me të thënë drejtën, por që nuk di këtë kap një specifike. Një pjesë e madhe e menus, domethënë janë eksperimente, janë diçka që është parë diku ndryshe dhe është sjell komplet ndryshe në restorantin tonë. Po këtu duhet dal. Kur një guzhinier shef një recetë, shef eksperienca të ndryshme, eksperienca si nga të tjerët, po si dhe ato që i përjeton vetë dhe i provon në gatim. Edhe i kopjon fiks ato, apo fut nga personaliteti jot, fut nga formimi jot? Në përgjithësi gjithmonë fut nga personaliteti i tij, domethënë guzhinieri. Ka edhe nga ato që bën copy paste, por që pjesa më e madhe, domethënë shikojnë një gatim të ndryshëm dhe sjellin komplet ndryshe në menun e tyre. Gjithmonë ndryshojnë salcat, ndryshohet diçka tjetër, domethënë sikur edhe gjëra të vogla, por që jep një shije tjetër. Ku do e profilizosh ti menun që përdor ke restoranti jot? Si do ta quaje? Duke qenë se menuja jonë është një mix. Duke futur si gatimet aziatike, meksikane, italiane, mesdhetare. Dhe nuk e di domethënë. Nuk ka një emër fiks. Tradicionale nuk ka një. Shqiptare. Edhe pse kemi emrin Arra. Po pse i ke zgjedhur këto miksat edhe ke lënë një anë shqiptare? Shiko, është një fushë komplet tjetër. Domethënë është kuzhinë tjetër, domethënë merresh vetëm me gatimet e vendit tënd,
domethënë tradicionalet, dhe është diçka tjetër të merresh me gatimet e ndryshme. Nuk mund të implementohet një pjesë, për shembull, jo të gjitha tradicionalet, por diçka e veçantë ose e sjell në formën tënde. Tash në një restorant në përgjithësi funksionojmë me 2 menu. Dhe ndonjëherë se kemi dhe menun e business lunchit, ku aty fusim ndonjë tavë, domethënë gjëra tradicionale, byrek apo gjëra të Çfarë byreku se unë se pas kam provuar. Po, në të drejtën i kemi provuar të ndryshme, domethënë. Kush i jap petët e byrekut ti? Të gjithë. Mua më intereson a hap ti peta byreku. Edhe unë hap. Okej. Por pjesën më të madhe domethënë normal që domethënë nga që ne kemi të ndarë punën, edhe secili merret me diçka ose merremi të gjithë me të njëjtën në një moment që është një gatim që kërkon goxha teknika, është shumë i zgjatur. Dhe domethënë më bie mua të jap petat, më i bie dikujt tjetrit t'i japi, nuk. Po, e kuptoj. I ndajmë Është që proces mos të pune. mos të marrim thjesht të gjithë nuk- kohën në një Po, gjë. e kuptoj. Nuk ka nevojë për shumë detaj, thjesht doja të dija hap pet ti personalisht kaq. Më mjaft. Se ne shqiptarët ndihemi krenar për meshkujt edhe femra që hapin pete, shohin kështu si kriter. Gjithë kemi nga fëmiria një kujtim që është i lidhur me kuzhinën. Domethënë kur kujtojmë fëmirinë, unë për shembull kur kujtoj fëmirinë edhe çka ka lidhje me gatimin, kujtoj ca biskota që i bëte gjyshja ime në formë kuleçesh me sheqer. Ti çfarë kujtimi ke nga fëmiria? Çat Me që ishin te byreku. byreku? Byrekun që bënte mami gjithmonë, dhe në zonat tona është bërë shumë byrek me patate. Se kam provuar ne. Është shumë i mirë. Kur të vjerës tjetër dua byrek me patate. Do të them unë kur ta bëj. Ke menduar ta fusësh këtë byreku në një formë të sjell ndryshe? Nuk e kam menduar, domethënë, por që nuk e dihet. Nuk e dihet. Në një të ardhme besoj do i vi koha dhe asaj. Kuzhina është një fushë shumë e gjerë, s'ka limit. Po unë e kam shumë qejf kur është e lidhur me emocion. Sa emocion futin në gatim? Jo vetëm pozitive, po edhe kur ne frikose, çfarë të pëlqen gatuash kur je me nerva edhe çfarë kur je i qetë. Atëherë, jo vetëm unë, por gjithë pjesa stafit, domethënë që jemi këtu. Duke qenë që ne kemi kryer bashkë atë të gjithë pjesën e kuzhinës e çdo gjë. Jemi gjithkohë duke gatuar me emocion. Ne aty brenda jemi bërë si familje, kupton? Normal ka edhe ato pjesët e Po, të nxjerrë kokës, lugë. Jo, ato nuk i bën sepse Nuk e kemi bëj të hapur. Po, sepse meti e ka transparent. Përmahet. Shikohet 360 Ja çon me mesazh do të biti gan kokës. Por që çdo gjë çfarë del nga aty del me emocion. Normale që diçka që e bë me nerva, që jam i mërzitur, është diçka që Jam shumë kurioze ta di si del gatimi kur je me nerva. Del pak më shpejt. Pak më shpejt se Ta ç'duhet. dim që kur e kemi urgjencë, kur shkojmë te meti, ta acarojmë me ndonjë gjë që të na vi gatimi shpejt. Ndërsa në momentin domethënë që Përveç se më shpejt dua ta di në cilësi në shije si del. nuk mendoj se ndryshon cilësia. Jo? Në asnjë mënyrë. Paktën flasim aty te ne. Mhm. Në asnjë mënyrë nuk kurrë nuk ka ndryshuar cilësia. Madje shikojmë dhe kur kemi ndonjë gabim, se shikojmë dhe njëri tjetrin edhe themi që kjo ajo nuk është si duhet dhe bën diçka tjetër, por kur nuk e nxjerrim diçka që nuk shkon. Jo, nuk po flas që nuk shkon. Jo, në shije, sepse çdo gjë pas ta nxjerrim e provojmë. Mhm. Edhe pyesim, domethënë nuk është e provojmë vetëm ne, po pyesim që është kolegun që provoj pak lutem. Nuk e provon vetëm ti që je me nerva, po ja jep edhe dikujt që të gjet. Dhe del gjithmonë e njëjta.
dhe për atë gjë nuk është se ja kemi marakun që do ndikoj te njerëzit. A mërzitesh ndonjëherë ti kur je super i lodhur? Se ndodh që të gjithë në fushat tona kur jemi të lodhur, Patjetër që po. bie cilësia e gatimit? Ë, Ose a thua që të kisha zgjedhur diçka tjetër? jo, atë nuk e them ndonjëherë. Ndonjëherë, domethënë shpesh më pëlqen më shumë kur jam në një fluks të madh pune, rritet jep adrenalina stimull, edhe por që kur nuk kam thënë që të ndryshoj profesionin me diçka tjetër, çpata unë që i hyra kësaj. Nuk e pendoj. Jo. Kur. Por që kur je i lodhur, themi drejtën mendoj se ndikon pak, domethënë Në performancë pak. në performancë nuk do jesh kurrë 100%, po do jesh 90, 85. E rëndësishme është mos bjerë poshtë 50. Sa me që jemi në lidhje me këtë raportin e performancës, unë personalisht si konsumatore, si kliente në restorante, e shoh në shumicën në Shqipëri të paktën. Kur ka fluks, cilësia e shërbimit dhe ushqimit bie te 50 që jam mos më poshtë %. Shiko, Pse ndodh kjo? ne për shembull në restorantin ton flasim për aty në momentin që ka fluks, nga që ne çdo gjë që bëjmë, pjesën më të madhe kemi të freskët, i bëjmë në moment, edhe do ketë vonesa. Dhe është më mirë për ne që të vonohet pak dhe të dali cilësia e duhur. Pa diskutim. Që të ketë atë shijen Çfarë kërkon? Ose çfarë ke vendosur ti? Se sa të nxjerrim diçka sa më shpejt, edhe pastaj të thonë, e kam prishur dorën, aty s'bën, të marrim një review të keqe. Dhe sepse kemi review për shembull që thonë, e kam punuar shumë, ashtu, por çdo gjë ishte okay. Që ishte super. Dhe na intereson më shumë ajo. Kjo është më e rëndësishme, po. Si mund të ruhet ky standardi që çalon kudo? Domethënë, jo vetëm forma përqasja ndaj klientit që kalojnë bëhen arrogant, edhe njerëzit që shërbejnë, po dhe cilësia e ushqimit është se vonesa është minimalja. Shiko, këtu në Shqipëri mendoj që vetëm këtu domethënë e kemi këtë pjesën që sa më shpejt, lutem. Vjen ulet edhe thotë dua këto gjëra, por i kam me nxitim dhe pastaj rrin 3 orë. Është pak absurde sepse po ti shohësh në kafe rrin konsumojnë 3 orë i kafe dhe në restorant gjithë e kanë me të shpejt. E kanë me të shpejt, po prap 3 orë rrin. Po. Por që ne duam të marrim cilësinë. Edhe nuk mund ta rregullojmë duke nxjerrë gjërat sa më shpejt atë. Çdo gjë ka kohën e saj, ka radhën e saj. Dhe nuk mund t'i nxjerrim gjitha përgjigje, domethënë të nxjerrim supën, sallatën dhe një pjatë kryesore njëkohësisht. Po sepse janë procese që nuk mund të shkelen, no? Me që më dole kjo se më vinë këto, mos e humbas në vazhdimsi. Si ekspert kuzhine që je, kur serviret e para sallata? Supa. Edhe pastaj pjata e parë, apo antipasta, pjata e parë dhe pastaj sallata? Nisim me supën. Por në rast se unë nuk porosis supë. Startuset edhe pastaj sallata. Ato Sallata nuk vjen e është se dyta. ka një kohë shumë të gjatë Po me njëra sepse kam tjetrën, vënë kështu re, që nuk e di se nuk jam eksperte, prandaj po të pyes. Kam vënë re që në 90% restoranteve në Shqipëri sjellin bukë dhe sallatë. Po edhe në botë është vënë re kjo si analizë. Dhe arsyeja thonë që të sjellin është që ti të ngopesh. Jo vetëm të jep atë efektin e ngopjes fillim, po është edhe sepse kur je uritur, buka mas pak kohe të sjell nga që ka përmbajtje sheqeri, të sjell akoma më shumë uri që ti të porosisësh më shumë. jo, në fakt të ngop. Në momentin që të sjell bukën dhe sallatën, domethënë Mos është si strategji që të ngopesh edhe që mos i bërtasësh në pritje, apo si? jo, po është pjesa që ne i duam, siç ta thash më përpara, duam gjërat sa më shpejt edhe duam gjitha gjërat për një herë. Edhe në momentin e parë që ulen, sille, bukën, sallatën sille. Po sallatën, domethënë vetëm këtu në Shqipëri mendoj se hajnë me bukë.
Se kudo që kam shkuar kam porositur sallate nuk kanë sjell asgjë, domethënë thjesht. E mos na shaj për bukë, se bukën e duan me prandaj po shqiptarët. them. Edhe italianët e duan bukën. Po. E duan me pak vaj kripe dhe Po. janë në rregull. Kështu që mos e kurse. Çmendim ke për bukën me lek? Është gabim. Sepse e diskutuam merën e fundit të dielën. Pas kanë bukën me lek, shkohem diku, edhe po ziheshim me Albanin. Pse funksionon kjo me lek, pse pa lek? Në fakt domethënë nuk është kudo që kam punuar unë nuk është e kom parë këtë fenomen. Që ka qenë buka me lek, po ato që e bën është gabim. Është gabim. Nuk ka sens. Nuk është se ka ndonjë kosto që ndikon shumë në barvajtjen e. Jo, fare. Si përfundim sallata vite e dyta? Në rast se unë nuk ha supë? Sallata ose startusja, domethënë nuk është se ka ndonjë, siç ta thash për shembull, nuk është se ka ndonjë kohë shumë të largët me njëra tjetrën, po përgjithsisht sillni startuset, pastaj sallatën. Çfarë mendon Meti kur gatuan? Përveç pjesës që do them ndonjëri, në nerva e sipër, jo, vetëm gjëra pozitive. Domethënë jam komplet I dedikuar te ajo çfarë po bëj edhe domethënë kam mendje vetëm aty, nuk është se mendoj ndonjë gjë specifike. Po nuk bën ndonjëherë ti ndonjë gatim të veçantë, për shembull mendon kur gatuan për grua, për shembull me që edhe je I sapo martuar. Në bazë të personit për cilin po gatuan, të del gatimi ndryshe me sa. Kur gatuaj për gruan, kërcej, këndoj. Dhe shakave. Si që thash, jam gjithkohës, në momentin që nis gatimin, jam shumë I fokusuar, jam shumë I përkushtuar të ajo çfarë po bëj dhe mendoj si për gruan. Po të vi unë të ngacmoj kur gatua, si reagon ti? Qysh që kemi deri me çelt. Edhe nuk të lejoj të. Je nga ato tipat që acarohesh kur të ndërpresin, të ngacmojnë punë? Po. Rini larg Metit kur gatuan. Kush gatuan më shumë në shtëpi? Se thonë që kuzhinierët zgatuajnë fare në shtëpi. Ti apo Antja? Antja. Antja. Dhe e bukura është sepse edhe Antja shumë e dhën pas gatimit. Kam kërkuar që të bëhem një partner bashkë pas ka pranuar. Pse? Dua ta di, pse? Nga që I është dhënë më shumë profesionit të saj. Po ku I dihet në një të ardhme? Nuk e di asnjëherë. Mase ndryshon mendje. Unë ja bëj gjithmonë propozimin, po deri tash më ka refuzuar. Moj Antja, si e ke refuzuar Metin? Në kuzhinë po flas. Dhe I them që është shumë herë më mirë se unë. Është shumë e dhënë pas ushqimit dhe Antja dhe je nuk më le të futem në kuzhinë në momentin që vazhdon ato gatuar. A ke futur ndonjëherë ke restoranti? Jo. Jo? Jo. Aty ndan gjëra, domethënë është puna. Jo, kod ndonjëherë për qef. Jo. Do t'i thuaj unë rregullat Antja të pres te restoranti ti je mbrapa kuzhinës. Çfarë është ndonjë pjatë që gatuan Antja shumë mirë? Që ta kalon ty? Në përgjithësi, kuzhinën italiane Antja e bën shumë herë më mirë se unë. Është shumë e apasionuar, e dhënë. Dhe duke qenë që e ka praktikuar dhe shumë herë më shumë se unë. Nga personat që njeh ti, qoftë edhe familjar, gjyshe, mami, gruan, cili është personi që gatuan një gjë që ty të pëlqen gjithmonë edhe thua është super? Mami? Po. Kjo më duket se është e lidhur më shumë me dashurinë, se ta unë them çdo gjë që gatuan mami gjithmonë them është super. Jo, në të vërtetë mami, domethënë si gatimi mamit. Nuk e di, nuk ka të krahasuar. E ke arritur ti? Jo, s'besoj kur. Jo? Po ja ku e paske edhe një pretendente tjetër. Mami nga që gatuan shumë gjëra tradicionale.
Dhe shumë e dhënë, sidomos gjërat me brumë, domethënë brumrat i qanë bukën gjitha, byrekun e këto. Byrekun me patate. Kështu që nuk mendoj se do e kaloj ndonjëherë. Do kaloj çik te klientët. Si jemi ne shqiptarët si klientë? Shumë të paduruar. Duan çdo gjë në momentin që ulën, duan çdo gjë gati, të vënë pak Presion. në presion aty në kuzhinë, duke qenë që unë kam dhe komplet të hapur, e kam me xham dhe shikoj dhe janë gjithkohë që duke parë. E ndikohesh shumë nga kjo? Ndonjëherë po. Është normale. Është normale duke parë ato që të nxisin, janë duke parë si me nerva mund të kenë probleme me njëri tjetrin, po ama ta kalojnë ty me sy. Janë ato mimikat që lexohen energjitë. Dikon. Themi që ndikon. Jo vetëm të unë, po të gjitha. Duke filluar nga kamarieri derisa vjen aty brenda. Po si shius, si janë shqiptarët? Me thënë të drejtën, ndër vite mendoj që janë një nivel tjetër, janë shumë herë më mirë. Kanë ndryshuar komplet pjesa e gatimit, e provimit, e çdo gjë. Domethënë marrin vesh shumë. Domethënë ti e ndjen atë vlerësimin dhe Patjetër. çfarë jep ti e ndjen te. Patjetër që po. Po kush janë më, si mendon ti, kush janë më të kultivuar në ky aspekt, se ti ke klientë shumë të huaj? Ne apo të huajt, apo kemi arritur pak a shumë një nivel? Më kemi arritur pak a shumë një nivel, mos them që domethënë ne jemi pak më lart. A shqyr që erdhi një i ftuar e tha kemi arritur pak më lart. Jo, më beso te pjesa e shijes, domethënë te gatimet e restoranti, shqiptarët janë shumë më mirë. Dhe këtë që dëmë për derë në fund. Më bëhet qefi. Keti nga ato klientët kështu që frekuentojnë shpesh restorantin tënd, po janë të bezdishëm? Jo, me thënë drejtën ato që frekuentojnë shumë shpesh, domethënë janë shumë. Ose që janë kështu në zelinje, di që erdhi ky edhe që të vjen një farë lloj tjetër. Po, okay. Shiko, do një tek. Përveç me, shpresoj mos jenë tek kjo lista. Jo, do një tek tu është. Ti nuk më ke dhënë akoma vlerësimin, mos harro. Okay. Po pres, jam shumë. Për kafen ta kam dhënë 10, mos u anko. Pres që ta arrish 10-ën në kuzhinë. Nuk janë. Jo, siç e tha, ndonjë tek tuk, okay. Domethënë thua që erdhi. Po sepse gjithë jemi në të marrëdhënie me klientët, edhe ne, unë fushën time kam provuar që janë disa klientë që pavarësisht se janë besnike kështu sjellin atë atmosferën kështu që sikletosin ose si ajo që shif se po të shoh. Prandaj ta thash, ndonjë tek tuk është, por jo të gjithë. I bën ndonjë gjë ekstra atyre apo jo? Ja, më lindi një ide tash. Një pyetje tjetër. Bën kështu ti diferencime? Jo. Ja, i kam të gjithë njësoj. Prandaj të tha që çdo gjë. Edhe mua që më ke kushëri ta adoptoj. Klientët i vlerësoj të gjithë njësoj, domethënë. Ja, them ndonjëherë ndonjë kështu gjë ekstra, ndonjë varet si është momenti. Okej, ndonjë ëmbëlsirë, shtëpia, ndonjë gjë kështu. Diçka ëmbëlsirë apo një gjë më shumë okay, normal që po. Po me kolegët si je? Në çuptim si janë. Marrëdhënie pune po flasim. A je kështu një shef i ashpër ti? Që të kenë frikë bobo erdhi ky apo jem shumë? Nuk mendoj dhe nuk është se aty
shpresoj mos kesh huazuar këtë hijen e shefit që shohin në rrjetet sociale që është një me atë komunikim egërsinë shumë normal, duke qenë që unë kuzhinën aty në tek restorantare e kam krijuar bashkë me një koleg që punojmë bashkë gjithkohës edhe nuk është se ajo ideja u shefi edhe kemi një komunikim shumë normal, domethënë jemi gjithkohës të përkushtuar te puna dhe duke folur vetëm për pjesën e kuzhinës, si të arrijmë diçka më shumë, të bëjmë diçka tjetër ndryshe apo domethënë jemi gjithkohës, po jo se erdhi ky do na bërtasi për këtë gjë apo hajde rrim gjithë urtë. Është diçka shumë, është krijuar diçka shumë familjare aty. Mes nesh. Është e vështirë të kesh një biznes si tënd në Shqipëri? Është e vështirë. Shumë, sidomos pjesa e restorantit, domethënë krahasim me disa biznese. Sidomos për persona si puna jote që kanë luftuar ndër vite për të hapur ka nisur nga zero, domethënë. Pa pasur kështu investime edhe mbështetje siç e dim që funksionojnë. Është tema e vështirë, domethënë nuk është vetëm pjesa ajo çfarë ti po bën, domethënë, po është diçka që nga fillimi. Është sakrificë. Që në momentin e parë që nis, domethënë ta bën të vështirë të tjerat. Që kur thua do hap një biznes, po fillojnë të turren kështu, nuk të lejnë që ti të desha të ndalem te kjo për shkak se sidomos për persona që nisin siç the ti nga zero. Edhe kuzhina është një fushë që do që të eksperimentosh edhe të rritesh vazhdimisht, domethënë ka mësim pafund aty, nuk ka limite. Edhe kur krau i biznesit edhe i menaxhimit edhe që të ecësh përpara të mbulosh edhe kostot që ka ky si biznes, ti bllokojnë këto hapësirat që ti të ecësh përpara edhe të përmirësohesh. Sa të ndikon kjo anë, si e menaxhon? Është e vërtetë ajo pjesë që ndikon shumë, por kam qenë me fat për pjesën që këtë gjë nuk e kam mbajtur vetëm unë, domethënë, e kemi ndarë bashkë me kolegët edhe secili ka kontribuar, domethënë ka ndihmuar në momentin e parë që unë merrem me gjërat e tjera duke parë ekonominë apo diçka tjetër, kolegu im është marrë me pjesën tjetër, domethënë me stafin, me furnizimet, me çdo gjë dhe e kemi dalë mban bashkë, domethënë. Ka qenë diçka jo vetëm ka unë. Por që është ndarë në pjesë. Por që është e vështirë. Është shumë e vështirë, mendoj se vetëm nuk do e kisha dalë domethënë. Dua të ndalem pak te kjo pjesa e stafit. Sa e vështirë është që ti të kesh një staf të qëndrueshëm. Sidomos ky trendi i shqiptarëve që ikin në sezon. Pse është kjo mania që të ikin në sezon? Na i analizoj çik edhe për të gjithë ato që e bëjnë këtë punë edhe për të tjerët që duan të dinë që të hapin biznes. Na jep edhe në formë kështu si këshille. Të qëndrueshëm është shumë e vështirë. Pjesa e sezonit, duke qenë që unë e kam bërë dhe vetë kur isha i vogël, gënjehesh. Se thonë, pagat janë shumë të mëdha. Po ndoshta atëherë ka qenë edhe më ndryshe. Edhe mund të ishte ky diferencim. Por mendoj se sot nuk është e domosdoshme, se di, unë si e jashtme kështu e shoh, po ti që je më i brendshëm. Të rinj gënjehen nga pjesa kur thon pagën, se japin direkt shifrën. Ke kaq, por harrojnë që punojnë goxha orë pune. Punojnë 16-20 orë punë. Dhe t'ja të pagë mund ta marrësh fare mirë edhe këtu në Tiranë, domethënë, ose në qytetin e tyre, po të punoj aq orë. Po. Edhe përveç se mund të marr atë pagë, rri edhe ka dhe komoditetin e patjetër, je në shtëpi, po. Je në shtëpi, çdo gjë e ke gati, çdo gjë është më mirë domethënë. Edhe thot tjetri hajde këti në sezon, do t'jap kaq lek.
Pa ma nuk e thot kur orën e punës, sa do punojnë, ku flejnë, si nis çdo gjë. Është kështu si në kamp përqendrimi. Pak e shumë. Po si Mund të kesh edhe një dhomë me 8 veta, po një dhomë 2 me 2. A ja vlen kjo sakrificë? Jo. Ja, nuk ja vlen në asnjë mënyrë. Të shfrytëzojnë. Jo të gjithë. Normal që jo të gjithë. Ka dhe nga ato që të ofrojnë goxha kushte të mira pune. Pra ne bëhen muhabete gjëre gjatë, po këtë gjë mendoj se e bën vetëm ato që janë pak më të mëdhej, që e kanë kaluar atë fazën. Që janë bizneset të afirmuara. Po. Ndërsa kur janë kështu, domethënë që i kapin të vegjël që sa po mbarojnë shkollën, hajde një këtej. Ta abuzojnë me moshën dhe padijen e tyre. Po ti si menaxhon si punëdhënës në këtë periudhë? Për shembull, në rast se unë punoj ke ti, edhe largohem në sezon dhe pastaj rikthehem prapë. Më merr ti mua? Në përgjithësi, unë gjithmonë kam pasur goxha komunikim të mirë, domethënë me stafin, edhe madje edhe para se të vi sezoni unë e parapri. E bëj si muhabet, nëse duan të largohen apo jo, duke ju ofruar diçka tjetër. Apo i pyes nëse ka nevojë për më shumë. Domethënë ja jap edhe unë atë gjë. Mundohesh që ta plotësosh gjitha kushtet. Jo duke e tejkaluar, domethënë duke. Por ato çfarë unë mund të ofroj. Edhe deri tash kam patur goxha sukses. Domethënë kanë qenë gjithmonë të njëjtat çfarë kemi patur aty. Nuk e pasur probleme largimi. Në fillim pak po. Në fillim po, edhe po që në momentin e parë që merr të ri, domethënë gjëja e parë është që pyet që si e ke mendjen për sezon. Që i paraprin asaj gjëje. Po në rast se hasesh me një punonjës të tillë, e pranon prap mbas të kthehet nga sezoni? Gjithmonë i kam pranuar sepse dua dhe t'ja mbush mendjen gjatë asaj kohe që nuk është ashtu si duket, domethënë ose duke i ofruar dhe unë maksimumin tim që ato që mos ta bëjnë ato në lëvizje, të ikin në sezon apo. Domethënë, shiko, sezoni nuk është ndonjë gjë e keqe. Por me oraret. Jo, nuk është gjë e keqe, por ti si punëdhënës në rast se unë vi edhe të braktis 3 muaj, 4 muaj se zgjat sezoni, se tash është zgjeruar, unë të bëj dëm ty si biznes. Patjetër që po. Kështu që është edhe një farë ndërgjegjësimi që duhet të kem unë ndaj teje që në momentin më të vështirë, domethënë se pjesa e verës, Tirana është bërë si me që në jug, domethënë nga pjesa e turizmit. Ka shumë fluks Tirana në verë? Shumë. Jashtë mase, ka ndryshuar domethënë jashtëzakonisht shumë. Edhe mendoj që duke që unë që kam punuar goxha vite në sezon apo në vende të ndryshme që kam parë, Tirana ka më shumë se në jug. Ka shumë njerëz, ka shumë të huaj. Kështu që nuk ja vlen fare e lëvizja. Fare. Me qemi ke lëvizja, sa vjeç je ti me ti? Unë jam 31. 31. Ke menduar ti më përpara që të largohesh nga Shqipëria? Po, patjetër, domethënë si çdo një pjesë e madhe të rive. Kam menduar dhe e kam provuar. Por që jam shumë i lumtur që nuk më ka ecë. Dështove. Aty domethënë, okay, pas i qenga me fat. Pse dole në këtë përfundim? Ka arritur Shqipëria, ka ndryshuar? Nuk kanë më nevojë të rinj të largohen? Mendoj se jo. Ka arritur që edhe në Shqipëri, domethënë, nëse do të arrisë diçka, e arrin. Sepse gënjesh me të faktin që të thot dikush nga ne unë jam te, fitoj kaq, bëj këtë, bëj atë. Po kur do t'ja thonë edhe pjesën tjetër, domethënë, oraret që punojnë, lodhja, duan 2 orë të shkojnë në punë, transporti, çdo gjë. Edhe kur je i ri,
të josh ajo. Ndikohesh. Por që duke i menduar mirë gjërat, Shqipëria ka ndryshuar shumë, pavarësisht që si në çdo vend është e vështirë, por që arrihet. Me vendosmëri arrihet. Po shumica thonë që dua të largohem se nuk i realizoj dot pritshmëritë e mia, se në Shqipëri ka vështirësi, nuk të jepet ajo që meriton. Ti je një shembull që Shiko, është e vështirë që është shumë e vërtetë që është e vështirë të arrish diçka. Por është gabim mendimi që thua që atje po e arrin ndërsa këtu jo. Sepse të njëjtat gjëra do kalosh. Madje mos them që edhe më vështirë ndej. Të paguash qira, gjëra. Je edhe larg njerëzve tu, Nuk ke shoqërisë, një ndihmë. familjes, po. Ndihmën më të vogël nga një person nuk e ke. Do e arrish vetë çdo gjë. Por që sado e vështirë që të jetë në Shqipëri arrihet. Me punë arrihet, po. Në momentin që ti thua stop mendimit dhe do veproj, arrin çdo gjë. Gjithë atyre që duan të hapin një restorant ose t'i futen kësaj fushe që je futur ti. Ti jep këshillën që ta provojnë? O sa bëj? Jo, normal. Është shumë sfiduese. Me çdo profesion ka sfidat e vet. Shumica në fushën tënde, më fal, ankohen nga oraret e të zgjatura. Kuzhina Përveç edhe lodhjes fizike, thonë që është e lodhshme fizikisht, po dhe oraret domethënë të limitojnë, edhe pushimet në ditë fikse kur të tjerët i kanë, nuk përshtaten, ju nuk i keni. Shiko, në momentin e parë që futesh në kuzhinë, jo vetëm në kuzhinë, por edhe në disa profesione të tjera, mos themi vetëm në kuzhinë, kur je i ri, domethënë dhe do të mësosh sa më shumë, normal që oraret janë më të zgjatura. Domethënë, nëse je i apasionuar pas asaj, duhet të rish gjithmonë më shumë se ç'duhet. Po. Por është diçka që nuk zgjat shumë. Po kjo është në çdo lloj fushe, vetëm te kuzhina. Prandaj. Oraret e zgjatura i ka, po është diçka që kalon shumë shpejt. Në momentin e parë që ti 15 vjetësh meti me sy të nxira është diçka që kalon shpejt, mos u mërzi. Se bërash. Nuk është e vërtetë, por që ja, në momentin që ti arrin, domethënë, një nivel, të themi, një nivel tjetër, është çdo gjë shumë më e lehtë për ty dhe nuk është e nevojshme që ti të rish gjithkohës aty. Po të merresh gjithkohës me diçka. Do thjesht një mirë menaxhim të kohës, ajo është të ndarjes. Një inxhinier i mirë, një shef i mirë është një menaxher i mirë. Se desha dal këtu, po e bëre vetë atë. Çfarë e bën një kuzhinier të mirë? Si mendon ti? Në lidhje për shembull me, unë do ta quaja një kuzhinier të mirë, kur më nxjerr një produkt të mirë, edhe kur ingredientët janë në gjendje shumë të keqe. Shiko, puna e kuzhinierit nuk nis vetëm pjesa thjesht e kuzhina. Nis që nga jashtë, që në sallë. Që në momentin e parë që vinë klientët, është mënyra se si e mirëpret gjithë, domethënë çfarë ka krijuar ky kuzhinier. Që t'i ofroj atë klient, t'i afroj sa më shumë. E përcjell që të ambientit. Që të ambienti. Edhe që sepse kuzhinieri ndikon edhe tek kamarieri. Po, energjia është komplet. Është edhe mënyrë se si ka mësuar, domethënë kamarierin, domethënë të nxjerrë pjata, ti flasi klientit apo diçka tjetër. Kush të ka mësuar ty? Në momentin e parë, mua më ka mësuar më shumë vetë puna, eksperienca që kam patur që kam qenë kamarier. Edhe duke qenë që unë kam qenë gjithkohës me klientin, ballë për ballë dhe duke e kuptuar çfarë ai do, çfarë kërkon. Që në çfarë moshe ke nisur ti marrëdhënie me klientin? Që në moshën 14 vjeçare. Edhe
që në momentin e parë që vjen klienti dhe ti flet, i sugjeron, e kupton çfarë ai do, çfarë kërkon. Që në momentin tjetër, domethënë kjo gjë pason te pjesa që çfarë ti do përgatisesh, çfarë ti ofron, çfarë është diçka e veçantë, domethënë ndryshe nga të tjerët. Të gjitha këto. Pastaj një kuzhinier i mirë, një shef i mirë, le të themi, është gjithashtu menaxhon të gjithë kuzhinën. Nga ndihmësi te një kuzhinier tjetër, Të gjitha hallkat më përpil. çdo gjë lidhet zinxhir. Nuk e pasur ndonjë mësues fiks në këtë aspekt. Është përvoja që të ka bërë ajo që Është përvoja dhe diçka që ka forcuar është një profesor që unë e kam patur në shkollën e kuzhinës. Ishte profesor, ishte menaxher dhe më ka treguar domethënë disa gjëra kyçe, disa gjëra bazë, çfarë një kuzhinier i mirë, një shef kuzhine duhet të ketë para se të futet në kuzhinë. Cila është gjëja më e rëndësishme që të ka mësuar, në rast se mund ta thuash? Gjëra më e rëndësishme, siç e thash, është pjesa e gjitha te prezantimi. Domethënë te prezantimi me klientin. Duke nisur nga kamarieri, te banakieri, te kuzhinieri dhe të çdo gjë tjetër çfarë vjen pas. E gjitha, domethënë pjesa e restorantit, e gjitha një restorant të mirë e bën shefi i kuzhinës. Ai është pasqyra e gjithë asaj. Mundi gjithçka reflektohet te A di ti lexosh ti fytyrat e klientëve? Me që ke pasur dhe marrëdhënie. Patjetër që po. E dallon direkt një fytyrë të kënaqur edhe një të pakënaqur. Patjetër që po. Madje ndonjëherë bën dhe ndonjë shaka me kolegët, duke thënë që okay, janë këto të tre, këto njëri do marrë këtë. E godasim. E gjen edhe çfarë Pjesën më të madhe e godasim. Po mua më ke gjetur? Jo. Jam e palexueshme. Me të drejtën jo. Dhe që kur ke ardhur më ndoja që të zgjedhësh vetë dhe të më japësh vlerësimin, që akoma s'e kam marrë. Prit se si kam provuar të gjitha pjatat. Atëherë jepet vlerësim. Sa e rëndësishëm është i vlerësim për ty? Është shumë i rëndësishëm. Domethënë ndryshon çdo gjë. Ndryshon ta them, Perceptimin që ke për veten apo të vjen në dyshje punën në rast se e kam punën time, çfarë unë po bëj. Në momentin që një klient e vlerëson, domethënë, shiko edhe si në të mirë dhe në të keqe. Kur më thotë dhe gjërat që çfarë unë kam gabim, domethënë është diçka që më bën të ndihem shumë mirë. Edhe do të shikoj gabimet edhe gjërat. Gabimet vlen më shumë të t'i vjen duke. Patjetër që po. Në fillim rrezitesha, por që pastaj fillova ta kuptoj që domethënë që çdo gjë është për të mirën time. Dhe i kam rregulluar të gjitha. Je mendje hapur ndaj kritikave ti? Patjetër. Bëj gati listën. Po me klientët që bëjnë kështu kërkesa jo realiste. Që ka janë një çik lotshëm. Kur i themi se shprehjes kërkojnë qiqa në hell. Po. Por që ndonjëherë mërzitem dhe them nuk e kam bërë kot atë menun, lutem shikoj pak. Dhe mos kërkoj gjëra më shumë. Dhe pastaj shikoj gjendjen, domethënë është diçka që mund ta arrij apo jo. Në rast se unë kërkoj një gjë jashtë menus? Nëse është diçka që unë mund ta bëj, domethënë i kam produktet, pse jo. Po duke qenë që ne pjesën më të madhe si të salcave, si të produkteve i majmë të freskëta dhe janë gjëra domethënë që janë të përkushtuar te menuja. Çdo gjë vjen nga menuja.
Ndonjëherë nuk është se janë të gjitha çfarë kërkojnë Nuk mund klientët. të realizojnë. Ç'mendim ke për këto restorantet që zgjedhin këtë formën që nuk kemi menu? Ishte një periudhë që në Tiranë sidomos u bë shumë e përhapur. Është një formë përfitimi kjo? Nuk mendoj, domethënë është diçka shumë, është diçka lëmsh, edhe diçka që nuk zgjat shumë. Ka filluar të zbehet në fakt. Normal që nuk zgjat shumë sepse të bllokon shumë punën, të bllokon, Po dhe klienti mbetet konfuz. Se, okay, i kemi ne ato antipastat edhe mushet aty plot edhe... Apo jo, po unë dua këtë, nuk e dua këtë. Ta siguroj që nuk zgjat shumë ajo gjë. Po kjo forma e prezantimit të zgjatur të produkteve, ç'mendim ke për të? Në çuptim të zgjatur të. Ky trendi që ishte para disa kohësh edhe se dia vazhdon më në disa restorante që vine shiko se ky është një kos i bërë nga baçja jon me lopët tona të rritura në lëndin. Mendoj se i lodh klientët ajo gjë. Domethënë, atë që më herën e parë që ta provojmë sepse bën edhe prezantim të bukur apo nuk e di, po është diçka që lodh, domethënë, është diçka që del nga moda normal. Përveç se i lodh edhe i zhgënjen, sepse kur i bën një përshkrim shumë pompoz, ajo është thjesht për story, sa bukur kaluam, shi çfarë shërbimi dhe kaq. Nuk mendoj se shihen njësoj e ka si ai që e prezanton si unë që e nxjerr ndryshe, domethënë thjesht. Po këto interpretimet skenike kështu, siç u bë atëre ai Nusreti ose këto flakat e këto, je pro këtyre? Mua personalisht në vend ciklet kur vin kështu edhe shkoj gjithë vëmendja ke. Është vërtet një pjesë e mirë njerëzve vjen në ciklet për ato. Sepse unë dua të ha, nuk dua që të më shohë gjithë restoranti të kthej nga unë. Nuk është se jam kundra, domethënë, po unë nuk jam i atyre gjërave. Jam më shumë i fokusuar te gjërat që dalin mirë dhe okay. Duke qenë që unë edhe shikoj klientin. Ndërsa por nuk është se jam pro për veten time. Nuk e kam menduar kurrë. Po është diçka e lezetshme, disa njerëz e kërkojnë. I kënaq më shumë shkojnë për atë gjë specifike se sa. Ti thua çfarë duash, po kur e sillje kafen me kërcim më ndryshoi e ditë mua dhe Albanit. Ku e dihet ma se na sjell në një pjatë kështu me kërcim. E di, ndoshta një të ardhmen, ose kur tjetër restoranti bosh. Po s'ka vlerë, po s'mpan të tjerët. Ti je më shumë te këto gatimet që janë të thjeshta edhe që nxjerrin esencën e ushqimit edhe të shijes apo këto gjëra super të komplikuar edhe... Jo, jam më shumë te gjërat të thjeshta. Nuk e pse komplikon, domethënë është diçka që domethënë i bën ndëm kuzhinës, restorantit. Ajo ndikon te vonesa, te përgatitja, te çdo gjë tjetër. Në rast se për shembull sidomos këto që hyn të rinj, kanë fjalën duan që të bëj diçka të veçantë dhe komplikojnë. Sa rëndësi i jep kësaj, përveç kësaj thjeshtësisë gatimit, po dhe anës dekorit, super të detajuar e të egzageruar? Ka rëndësi estetika, po është diçka domethënë që ti mund të arrish ta bësh në kohë, domethënë duke qenë që ke bërë përgatitje dhe ke çdo gjë gati para se ta montosh një pjatë. Dhe kjo gjë mirë mendohet më përpara, normale, domethënë që në momentin e parë që do vesh të kapin pastën dhe i ke bërë gati dhe pjesët e tjera çfarë di shtosh asaj që të dali pjata sa më e bukur. Por jo e komplikuar. Futi nga këto produktet që janë dekorative dhe nuk mund të jash. Jo, çdo gjë që është në pjatë është diçka që mund ta hash. Po për këto restorantet gourmet le të themi që njerëzit shkojnë, provojnë diçka në sasi super të vogla dhe pastaj kur dalin kanë nevojë të shkojnë ke qoftët ose ke sopaçi. Shiko, ajo është një eksperiencë që mund ta bësh vetëm një herë, domethënë. Thjesht njerëzit janë kuriozitar dhe çfarë bën ky kaq të veçantë kështu. Po në fund të ditës njerëzit duan që barku të jetë plot. Normal sepse domethënë
përgjithësa ka bërë diçka gourmet dhe ka një vlerësim shumë të mirë, do thotë që diçka të veçantë e ka dhe ja vlen. Por që pastaj do rezervosh ose do morësh në telefon sufllaqen e lagjes. E bëjmë më shumë. Alo, opa, jeni të hapur akoma. Ose po të një strategji e zgjuar biznesi, sufllaqet ose qoftë duhet të hapeshin përballë këtyre restoranteve. Ka në disa vende që janë hapur ngjitur më. Po. Si të duken ty shefat në Shqipëri? Nuk e di si i njeh personalisht ose si klient që ke shkuar në restorante. A ofrojnë atë që pretendojnë ose në raport me çmimet që kanë cilësinë? Shiko, me çmimet, më thënë, një pjesë e restoranteve janë një çik të egzageruar. Por që duke marrë shefat, çfarë unë kam parë, çfarë unë kam punuar, domethënë kështu kuzhina në Shqipëri ka ndryshuar shumë. Janë me eksperiencë goxha të madhe dhe mendoj se ja kalojmë një pjesë të madhe të restoranteve nëpër botë. Dhe për mendimin tim është okay, domethënë është çmimi. Në raport, çmimin po flas në raport me të ardhurat që kanë shqiptarët, se shumica për shembull nuk i kanë ato të ardhurat që përballojnë. Nuk po themi me jashtë, se bëhet krahasimi gabuar. Këto gjëra janë të ndara, domethënë ti e di që te ky filan restorant janë këto gjëra dhe janë goxha të shtrenjta, domethënë. Dhe kështu që gjithmonë e ke atë mundësinë e zgjedhjes. Sidomos në Shqipëri, duke qenë që ka shumë restorante, dhe i ke të gjitha fushat, domethënë të gjitha fushat e restoranteve. Ke mundësi zgjedhje. A ka shefa të mirë? Nuk më përgjigje. Shefa që ti i vlerësonte më. Ka ndonjë të nivelit Michelin star? Se nuk e kemi atë certifikim në Shqipëri. Jo. Nuk e kemi. Jo, do ta marrë i parit. Okej, pse jo? Shi qa shtysa të dash. Por që ka shefa të mirë. Ka shefa, domethënë që ja vlen, domethënë gatimi i tyre, siç e thash pak më përpara, domethënë ka ndryshuar shumë kuzhina në Shqipëri. Mua më duket. Ja është përmirësuar shumë. Po. Mua më duket sikur ha të njëjtën gjë kudo. Nuk ka ndonjë diferencim, kush e di. Përveç restorantit. Jo në të gjitha, do thëja jo në të gjitha. Përgjithsisht po flas. Okej, një pjesë e mirë dhe pjesa e restoranteve u bë si trend, domethënë. Thjesht ndryshon, po. Hapim kafe, hapim dhe thjesht ndryshon emri, po sjellin të njëjtat gjërat. Por që duke marrë restorantet, disa restorante specifike, ka ndryshim goxha. Po flas për masat përgjithësi, se specifiket jo gjithë kanë mundësi që ti shijojnë. Por që ka restorante që ja vlen të shkosh, ja vlen të provosh, domethënë ngeli kënaq, domethënë bësh klienti atij restoranti. Jo, flas jo vetëm në Tiranë, pa edhe në qytetet e tjera. Po normal ka edhe nga ato restorante që është çdo gjë si ai i gjen dhe 20 të tjerë. Thjesht ndryshoi emri, po pak rëndësi ka. Vjen ai momenti ku do shkojmë, ç'rëndësi ka se ja nisoj. Çfarë shijon ti kur shkon ke të tjerët? Çfarë, për shembull themun kushëria, se do dalim fundjavë. Zgjedh nga këto restorantet të profilit siç gatuan ti, apo zgjedh një gjë më të thjeshtë, tradicionale, po themi, mish, patate, djath, fshati. Me të drejtën më jap mundësinë gjithave, nuk është e kam një specifike që dua këtë. Më pëlqejnë shumë dhe restorantet e thjeshta, më pëlqejnë dhe restorantet të avancuara. Edhe pastaj vlerësoj çdo gjë, domethënë e shikoj që nga momenti që hy, që nga mikpritja, prezantimi dhe çdo gjë tjetër. Aty më qëndron.
ku fillon të e vlerëson një restorant, se po të filloj unë bëj një listë shumë çarçaf. Sa thot Albani merresh shumë ti me detajet. Çfarë vëre ti, se duke qenë se edhe ofron edhe vetë njëtin shërbim edhe kur shkon ke të tjerët, normalisht që ve re më shumë gjëra. Çdo gjë nis me mikpritje. Nis me pjesën. Përveç gjërave që duan na shkaluar, Patjetër. që tolerohen po që. Që në momentin e parë që të vjen kamarieri në tavolinë apo dikush tjetër, ka restoranti, domethënë atë gjë e vlerësoj shumë domethënë dhe shikoj detajet si e prezanton punën apo menun apo çdo gjë tjetër. Ta bëra këtë pyetje edhe më përpara, me që jemi këtu te mënyra se si të vjen. Në rast se kam bërë që përmenda që parë në Shqipëri në shumicën e restoranteve kur rritet fluksi bie jo vetëm pjesa e shërbimit kuzhinës, po dhe mirësjelljes së kamarierëve, kalojnë arrogant. Po. Kjo gjë më duket e patolerueshme. Është me vërtet e patolerueshme. Sepse vetë procesi që dikush del, shumica e shohin edhe si gjë mbledhje familjare që të kalojnë edhe ajo përqasja kur ti më vjen me nervozizëm ose me fytyrë të varur, ma prish gjithë atë atmosferën. Për këtë domethënë nuk do e veja fajin e restorantit vet, po do e veja domethënë është pjesa e tregut të kamarierëve që nuk është se ka shumë. Nuk është si më përpara, domethënë ka pas një stil ndryshe më përpara kamarieri, kanë qenë më i përkushtuar. Dikur ishte profesion. Ishte profesion. Tashmë e shohin thjesht si punë kalimtare, si call center. Dhe nuk e mendoj domethënë në momentin, okay, s'më pëlqeu ika, nuk është si japin as mundësi vendit, as mundësi klientëve, domethënë. Në momentin e parë që mërziten, thjesht ta lëm punën në baltë dhe ikin. Okej, po a mendon ti se është unë vi ke ti? Normalisht ato janë përgjegjësia jote, njerëzit që më shërbejnë. Patjetër. Pa ne të thash që çdo gjë nis me kuzhinierin, dhe në momentin e parë që kuzhinieri i ka përgatitur mirë, flas shefi i kuzhinës i ka përgatitur mirë të gjithë, gjëja e parë që merret është me kamarierët. Komunikimi me to, domethënë përgatitja, prezantimi i çdo pjate dhe çdo lloj gjëje. Ajo është pasqyra. Përveç kësaj çfarë shef tjetër ti? Kur shkon në restorant? Pastaj shikoj teknikat e gatimit, domethënë çfarë ka bërë, si domethënë mundon të gjej përbërësit e salcave apo diçka tjetër. Ka restorante këtu ku ti mëson? Mëson kuptimin kur shkon për të ngrënë aty? Ndonjëherë një pjesë e madhe e restoranteve që unë shkoj mësoj diçka. Shikoj gjithmonë diçka, domethënë që mund ta bëj edhe unë ose mund ta bëj më mirë dhe më frymëzon. Ja bëj këtyre kuzhinierëve të rinj që njoh ose që e quajnë veten kuzhinier. Çfarë është nardeni? Çfarë është nardeni? Nuk e nje? Jo. Okej. Detyrë shtëpie kur të shkosh në shtëpi. Çfarë është nardeni? Ja, këtë pyetje e kam kështu si pyetje standarde, i them në rast se ti nuk di çfarë është nardeni. Nuk e. Okej. Po mirë, mund të ma kishe nisur më përpara, nuk kishin dalë keq para kamerave. Shikoj, ndoshta edhe e di, po s'po më vjen. Mendoja se ti do e dije. Mësoje kur të shkosh në shtëpi. S'është e thënë që të gjithë duhet dini, ai shiko. Edhe pse s'ishe në restorant, mësove një gjë të re sot. Nuk do ma tregosh ti domethënë. Jo, nuk ta tregoj. Mësoje vetë. Okej. Ti le edhe shikuesit gjithë ato gratë e vjetra ose këta që e din. Po si nuk e di këtë? Kjo ka qenë gjithkohës. Mami ndoshta do ta di. Okej. Me që ishim te ingredientët, përveç nardenit. Sa të rëndësishëm janë
përbërësit, ta themi shqiptar, ingredientet në kuzhinë? Cilësia e tyre. Ti vuan me këtë gjetjen e produkteve cilësore? Po. Patjetër që po, është shumë e vështirë ti gjesh gjitha produktet me cilësi të mirë. Edhe ose kanë shumë vonesë në momentin e parë që ti e porosi deri në momentin që të vjen. Është goxha vonesë. Cili është produkti më i vështirë për t'u gjetur në Shqipëri? Janë të ndryshme, domethënë si nga mishrat deri tek produktet e tjera, domethënë këto djathrat e Si djathrat, ne kemi gjithë këto prodhime bulmeti. Flasim për cilësinë më të mirë. Këto jashtme. Si ta sjellni furnitor nuk ta sjell tjetri. Edhe ndërkohë që çmimet janë pa justifikueshme. Na fol që na nxjerrë ai sekret cilësisë, sa cilësore janë produktet që vinë në Shqipëri? Kanë ndryshuar krahasim me më përpara. A mund të hajmë me frikë ne apo mund të hajmë të qetë? Jo. Se na bëhen shumë reklama, jo ky është mish 100 vjeçar, i përpunuar, jo ky është. Nuk ka, domethënë, frikë të pjesa produkteve që vinë. Është çdo gjë e kontrolluar. Edhe unë vetë, domethënë, si kuzhinier para se ta marr, kontrolloj, e pyes, shikojmë datat dhe çdo gjë tjetër. Nuk lejohet që të kalojnë pa certifikatën e tyre. Okej, na qetësova në janë. Je më shumë të produktet e detit apo ku ndihesh më rati në gatim? Do thoja më shumë te produktet e detit që e kam më shumë me qef. Por që njësoj më duken mua tash. Po unë vetë jam më i dhënë pas produkteve të detit. A ke ndonjë recetë tënde ti që e ke kështu si gjithë kuzhinierët, shefat që kanë atë recetën e vet, që nuk e tregojnë dhe e kanë të shenjtë? Normal që po, që diçka është sekrete, po në përgjithësi pjesën më të madhe të recetave, nuk është se kam problemi ja. Jo, ke ndonjë që e ke arritur vetë me me eksperimente, me gjëra? Të gjitha pjatat, domethënë të gjitha gatimet çfarë dalin aty janë të gjitha recetat nga zero. Ti mund ta kesh pa një produkt që kjo del kështu, por ama gjërat e tjera i ke rregulluar vetë gjithë kohës. Duke filluar nga kripa, nga piperi, nga sa gram qumësht, sa gram miell, sa i shton ti. Cila është pjata jote që ti përfaqësohesh, domethënë kjo është pjata ime që krenojmë, apo s'ke ndonjë kështu? Jo, nuk kam. S'ke? Jo. Duhet ta bësh. Janë në restorant një 2-3 pjata që janë on top, por që mua më duken njësoj të gjitha. Okej, mendova se kishe ndonjë. Ti ve emrin e vet në të ardhmen, pjata meti. Ndoshta një të ardhmen, okay. Mund të bëj një pjatë domethënë që të them që po, kjo është e imja dhe. Po që për momentin i kam të gjitha njësoj, më vjen shumë natyrshëm, shumë. Kam dëgjuar në një vend, ishte një kuzhinier që thoshte mënyra e shijimit, ajo kërcitja që bënte ushqimi e quante si ingredient. Varet, domethënë s'është e thënë ajo gjë. Varet për çfarë ingredientesh flasim domethënë. Jo ingredient, vetë kërcitja ose forma e shijimit e quante e shtonte te lista e ingredientëve. Domethënë kur ka një gjë, një gatim kështu krokant, po nuk bëri atë krak. Është si pastaj ajo është me njerëz, domethënë varet çfarë kërkojnë, domethënë që i duan gjërat shumë krokante apo më pak krokante.
është me tipin e njeriut. Po ti ke ndonjë gjë kështu specifike që do të thoje për shembull e shoh që në sy që nuk ka dalë ose ndonjë, si ta them, si dhunti që e shef gatimin që pa e provuar, që e dallon që ka dalë ashtu siç duhet apo si. Po, kam goxha domethënë pjata që nuk kam nevojë të ndonjëherë dhe t'i provoj. Në momentin e parë që bëhet edhe them është super, nxirra. Dallohet. Është detyrim të provosh pjatat? Patjetër që po. Patjetër se duhet të jesh gjithmonë njësoj me shijen. Nuk mund të ndalë një herë më pak dhe një herë më shumë. Çfarë do lloj gjëje ti? Shija duhet të jetë gjithmonë e njëjtë. Flasim te pasta, domethënë se aty nëse gabon seksen do të mbrapsh. Nëse ka më shumë krip. Do ta bësh nga e parë. Normal që po. Sa herë të janë kthyer pjatat? Me qenë zorë vetën tem. Jo, nuk është se kemi patur pjatat e kthyer. Vetëm ndonjë për shembull që kur thon për mishin që shikoj ma piq pak më shumë se nuk e dija që ky është medium ose ma piq pak më shumë se e porosit arer pa dashje. Por që te pjesa e pastave nuk është se kemi patur ndonjëherë. Cili është vlerësimi që ta ka bërë qefin më shumë? Ka qenë dikush me thënë drejtën që më ka bërë një vlerësim, një review, një huaj për Karpaccion e Viçit. Edhe u ndjeva shumë mirë sepse kishte përmendur shumë detaje. Edhe kisha thënë që është edhe pjatë për vlerësim Michelin. Pa, jam po të thash unë që do të arrish i parë, më duket. Edhe u ndjeva shumë mirë me atë pjatën, domethënë me atë vlerësimin që kishte bërë. Madje u çua, donte të më takonte, bënte foto. Po me i keqi? Që të ka bërë ndihesh keq? Me të drejtën nuk e mbaj mend. Nuk e mbaj mend. Kështu bëjmë ne, ato që s'na pëlqen nuk e mbajmë mend. Harrojmë. Mbajmë mend vetëm më të mirat. Çfarë projekti ke ti për të ardhmen? Ke qejf ta zgjerosh? A je me këtë idenë që dua ta bëj kështu rrjet restorantesh apo do thjesht ti je i fokusuar në një edhe se shumë kuzhinierë me famë botërore kanë pasur këtë maninë që të hapin një zinxhir restorantesh edhe pastaj bie cilësia. Nuk e di për zinxhir restorantesh, po diçka në lidhje me kuzhinën, domethënë kam me qejf, është një projekt në mendjen tonë. Që të ketë diçka të vogël vetëm me disa produkte nga restorantara dhe po jo të jetë diçka e zgjeruar, domethënë të jetë restorant, siç është momentalisht ara. Nuk i di të ardhmës. Ti mendon se mund të menaxhohet sepse për shembull unë si klient kur vi te restorant, kur vi ke arra, vi sepse është shef Meti, e shoh që gatuan aty, është ai ambienti familjar. Po ta hapësh ti një zinxhir kështu ta mundosh në rast se nuk më transmetohet kjo energjia ose e di që Meti nuk është aty, edhe psikologjikisht më duket sikur do dalë shërbimi njësoj. Jo, e vërtet, prandaj them që është diçka e vogël edhe nuk është e nevojshme, domethënë që do të jem unë atje patjetër. Domethënë dua të jap fokusin restorantit. Dhe është mund të zgjerohemi shumë kollaj, po pa qenë unë një pranishëm aty. Unë apo dikush nga pjesa e kuzhinës, pjesa thelbësore e kuzhinës që ne kemi. Por që shpresojmë të arrijmë. Po ndonjë kështu ambicie në ndonjë recetë ke që të arrish ndonjë gjë? Në një recetë, domethënë ambicia është ajo çfarë ne folëm pak më përpara që të arrijmë një produkt final që të vlerësohemi nga Michelini. Ta marrin një Michelin, kemi patur gjithmonë në mendje. Dhe themi pse jo. Është diçka që arrihet.
Po, me punë edhe vullnet arrish Në çdo gjë. momentin e parë që ke besim në vete, çdo gjë arrihet. Se ç'do të bëja i pyetje tjetër. Sa të kujtosh pyetjen? Te ëmbëlsirat je mirë ti? Si e shef veten? Mos të Apo gënjej, je vetëm këtë ka të mos kripura? të gënjej, ëmbëlsirat i prek shumë pak, domethënë. I shijoj, e vlerësoj fiks si duhet, domethënë pjesën e përfundimit, por që nuk është se unë vetë jam shumë i dhënë pas ëmbëlsirave, pas përgatitjes se çdo gjë tjetër. Nuk e ke shumë qef, nuk të tërheq. Nuk është se kam praktikuar shumë, domethënë më pak nga pjesa e anguzhimit normal. Ke ndonjë dëshirë apo plan që të nxirrni produktet tuaja apo jo? S'e ke menduar ndonjë? Jo, nuk është se kemi menduar. Është diçka tjetër që kërkon shumë. Dezirohen, të bëjmë gjëra që neve pastaj do na ndikoj te puna jonë. Si mendon ti, a duhet ta ofroj restoranti kafen? Po. E them po nga që ne vetë e ofrojmë. Jo, e di që e ofron ti, Po, prandaj por që shumicën është e- diçka shumë është normale që nuk të ndikon në asgjë. Kështu se gjithmonë kafja pas ushqimit të shijon shumë. Po, sidomos kur bëhet një kafe nga Dora Meti. Të mbin gjithë njerëzit për kafe tash. Po shumë mirë. Me që të kanë hequr tenda tash. Po si e ke përjetuar këtë heqjen e tendave? Se do i prekim me këto gjëra që na shqetësojnë tash. Kemi përjetuar goxha keq, domethënë, por thjesht na ka Ka ndikuar në marrëvajtjen e biznesit? patjetër që po. Është një pjesë e madhe e njerëzve ulen jashtë duke qenë se edhe konsumojnë cigaren apo. Tash në dimër është e pamundur. Vinë dhe shohin ambientin edhe dalin jashtë. Ikin fare. Nuk ka domethënë privatësi apo nuk. Si e mendon ti këtë lëvizje të shtetit? Më duket pak pa sens, por që Se ti tavolinat vazhdon t'i kesh aty, nuk është se ke liruar hapësirë publike, thjesht është hequr tenda. Që në momentin e parë që ne kemi marrë, domethënë kemi shfrytzuar hapësirën jashtë, e kemi paguar rregullisht çdo gjë dhe kemi marrë dhe fjalën që po mund të vendosni dhe xhamat. Domethënë mund ta rrethoni. Edhe tash thjesht thotë, "Ok, ti mund ta paguash hapësirën jashtë, domethënë mund të vini tavolinat e çdo gjë, pa ama mund të lini ashtu në të ftohtë, në shi." As çadra nuk lejohet. lejohet. Një pjesë tenda, një lloj tende nuk lejohet, më thjesht çadra, po çadra nuk të mbron. Po mirë, më mund ta hash një pjatë edhe shtohet pak shi aty edhe. Po, Mase i rritet ndërkohë që po pi një gotë verë, domethënë edhe pak shi, domethënë ta shtosh. Mase i rritet shia. Ke provuar ndonjë pjatë interesante ti jashtë Shqipërisë që të ka bërë përshtypje? Po. Kam provuar, domethënë kam provuar në Itali edhe në Spanjë. Domethënë 2-3 produkte shumë interesante. Mbaj shënim aty, i ke huazuar besoj. Patjetër. Sa arrin ti gjesh ingredientet kur të pëlqen ndonjë kështu gatim? Nuk ka shumë mungesë të ingredienteve në Shqipëri, mund t'i gjesh aty. Jo, sa arrin ti gjesh them. Ti gjesh me çfarë është gatuar? Mendoj se arri ti kuptoj gjitha çfarë ka brenda. Po me aromë arrin ti kuptosh se Albani është i tmerrshëm kështu. Sa e dëgjon aromën thotë është ky lloj gatimi. Shikon, një pjesë po jo gjithmonë, nuk e godas dot gjithmonë. Po pjesën më të mirë po, edhe më është stërvitur hunda goxha, domethënë pjesa nuhatjes
produkte që kam vetë aty, por që më shpëton ndonjëherë diçka e vogël. Mi listo çik nga rëndësia te gatimi. Kush është si renditje, shija, aroma, estetika apo vlerat ushqyese? E para vjen shija. Mhm. Normale që vjen dhe pjesa e vlerave ushqyese, pastaj janë aromat, këto është diçka tjetër në moment që ti ke shije në dur, domethënë More i një shumëson me zerot të tjera. More një këshill shumë devijuese nga shef Meti që hani junk food se ju shijon më shumë me që shija është në fillim. Pa, më thonë ajo, shija e bën gjithën, kështu që Mhm. Qarë ke ngrënë në një gjë kështu shumë të keqe që s'do ta provoje më? Jo këtu në Shqipëri, në vende. S'ka rëndësi Po, vend. duhet ta them patjetër çfarë kam Po, ngrënë, domethënë. Po patjetër, jemi kurioze. Kam ngrënë në Francë, mos gaboj. Ka qenë një pjatë me gjoks rose dhe nuk më pëlqeu fare shoqëruese, domethënë, e gjoksit rosës. E le, apo e konsumove? Thjesht e provova. Edhe madje ai restorant kanë qenë 2 pjata. Edhe makaronat. Pastat ishin të asata, pa salcë, pa krip, pa asgjë. I thash edhe kamarierë që shiko që pasta kështu shumë. Thjesht më solli kriporën, tha ja ku e ke, vazhdo. Edhe ankohesh nga shqiptarët. Nga shqiptarët. Ja, dua t'ju them shqiptarëve që mos u ankoni shumë nga ne. Po pra. Po mirë, ja, ne përdoruesit ose këta që gatuajnë në përditshmëri, çfarë këshille do ju jepi ti? Grave në përgjithësi, shtëpiake, se ato gatuajnë më shumë. Për ju të dashur. Një këshill nga shef Meti për ambisat. Tash normal që për grave të vjetra nuk ka çaju jap se e kanë më shumë përvojë në bujqësinë. E kanë të ndërtuar tashmë themelet e gatimit. Njerëz që nuk ecin fare me gramatura, i kanë me sy çdo gjë. Edhe unë jam e moçme, po ashtu gatuaj me. Për që nuk e di domethënë për këto të rinjt më shumë. Se pjesa e përgatitjeve të ushqimit. Ato që janë të apasionuar pas gatimit, thjesht duhet të kenë kujdes gjithmonë sasinë e gjërave që mund të hedhin brenda, jo se te primi i përbërësve gjithmonë prish punë. Shkojmë gjithmonë sa më thjesht. Sa më thjesht. Po për gjithë të rinj që duan të ndjekin si biznes fushën tënde, çfarë këshille do jepi? Është një fushë që po rritet shumë në ditët e sotme. Shumë persona, domethënë shumë të rinj duan të bëhen kuzhinierë kështu. Thjesht nuk duhet të heqin dorë në momentet e para. Kur vjen ajo vështirësia. E shikojnë si diçka shumë të thjeshtë, si ço mami, babi shko bëje këtë shkollën edhe. Se të duhet, por heqin dorë që në momentet e para. Duhet thjesht që të kenë dikë që t'i shtyjë dhe se s'do ja dalin. Po. Edhe ata që duan të vazhdojnë këtë profil edhe që pretendojnë se jashtë mund të zhvillojnë më shumë, çfarë i këshillon? Mund ta provojnë, domethënë, gjithmonë duhet të provosh gjëra. Domethënë duhet ta provosh jashtë apo kudo ku e ke ti synimin. Nuk jam kundra asaj gjëje, por që thjesht mos ta shikojnë kuzhinën si diçka që ti do e hysh aty si punë. Thjesht punë.
do hysh aty, do bësh atë punën tënde, 2-3 gjëra dhe do dalësh. Jo thjesht një proces mekanik. Dhe është diçka që nuk mbaj mend, kam patur të rinë, domethënë që mund t'ju thoja 20 herë, domethënë për diçka që bëje kështu dhe prapë harronte. Ato që e nisin të jenë të fokusuar te ajo gjë. Përndryshe nuk bën përpara. Duhet ta kenë pasion. Patjetër. Aty hyn pasioni sot. Përveç kuzhinës tash ke ndonjë pasion tjetër që do ta zhvillosha që e bën në kohë të lirë? S'kam kohë të lirë. Duke qenë të merr me kuzhinë nuk kam fare kohë, kështu që letrinë edhe çik aty. Ke pas dikur baletin, ke heq dorë tash? Po. Se Nuk e ca kam fare kohë. performanca në dasëm që ka bërë Metin. E më kishte morë malli, domethënë ka stile bërë edhe dasmën që të shpalosja. Që të kënaqej vetë. Je vetë një person që njoh që e bëre dasmën për qefin tënd, se shumica e bën që ti shofi bota. Kishim menduar thjesht që ne do kënaqemi edhe Po dhe arritët, edhe ne u kënaqëm të ftuarit. ne vlerësoj shumë, na bëhet shumë qefi sinqerisht. Se donin kërën diçka shumë të thjeshtë dhe të kënaqeshim gjithë, jo thjesht ne. Po, jo thjesht këto organizimet shumë e super shpenzime edhe thjesht që Çdo gjë ishte e bërë nga ne nga e para te fundit, sidomos Antja ka kontribuar me çdo gjë, domethënë çdo ide aty ka qenë e Antjas. tipike e femrave. Jap meritat për atë gjë, domethënë se kishte krijoi diçka shumë të bukur. Po që mendoj se u kënaqem. Po. Unë personalisht u kënaq. Edhe shpresoj të uroj që siç që ajo fest vazhdoj jeta juaj në vazhdimsi bashkë. Edhe të uroj gjithë të mirat edhe sa më shumë suksese në gatim edhe të na surprizosh me pjata gjithmonë të ndryshme, se kështu thua ti që kemi ndruar menun. Shumë faleminderit. Normal, domethënë menuja vjen një moment që duhet Po, të ndryshohet. desha ta them, ta pyes këtë që sa është e domosdoshme që të ndrohet menuja. Se ndoshta nga njeri e kështu dhe efekt anësor që njerëzit mësohen me një gjë fikse. Ne shikojmë edhe nga pjesa, edhe nga sezoni. Domethënë kur është me le që të gjesh disa produkte, edhe janë produkte të stinës që jep më shumë shije, një salsa apo një gatimi tjetër. Dhe mundohemi ta ndryshojmë sipas stinëve, domethënë në verë, në vjesht, në dimër. Kështu që është e nevojshme. Është diçka që ndikon për mirë. Domethënë edhe ti sjell ide të reja, domethënë ti si kuzhinier, po edhe në pjesën e ekonomisë është ndikon gjithmonë për mirë. Më pëlqen ky fakti që keni ju si strategji te restoranti juaj, se në shumicën e restoranteve vërej që është e njëjta menu, nuk është se guxojnë shumë që të ndryshojnë. Po. Është ide e mirë. Unë shpresoj që ti të arrish gatimin atë pikë që ke arritur të bësh edhe kafen. Tu i bo kaq shumë reklame kam bërë kafes tënde sa. Po pra. Duhet të hapësh një kafe. Po më tregon domethënë që nuk qenë mirë me gatimin për. Ja, po t'jap ndihmën. Si vlerësimi kur do më hapësh. Kur të provoj menun e re. Okej. Je mirë pritur sepse ka dalë menu e re. Po. Shpresoj që mos je shumë i zënë tash në 10 orë të vi ta provoj menun e re. Jashtë do më nxjerrësh në ftohtë. Jo, pa marrë. S'ka gjë se unë jam mësuar me ftohtë rri më jashtë. Unë të uroj shumë suksese edhe të vlerësoj shumë që ti e përpjekur gjithë këto vite se të njoh, edhe je një djalë shumë punëtor, edhe që ke dhënë maksimumin këtu dhe ju trego të rinjve shqiptar që me punë mund të arrijmë edhe në Shqipëri të bëjmë gjëra të bukura. Patjetër që po. Edhe jemi me fat që të kemi pjesë. Shumë faleminderit edhe e vlerësoj çdo gjë domethënë. Dhe unë jam shumë me fat që jam njohur me ju dhe jam pjesë e shoqërisë. Edhe jemi me fat që na është shtuar një xhevair i ri restorant Arra në Tiranë. Është një vend vërtet shumë i këndshëm, edhe gatime
vërtet veçanta për t'i provuar. Shumë faleminderit.